që e vogël isha arritur në kujdesin e gjyshes, asaj gruaje të moshuar e cila nuk e dinte ç'është arsimi, gjë të cilën Zoti ja kishte kompensuar me një intuit të çuditshme dhe me besim të thellë. Her pas here familja jon përballej me situata të vështira ekonomike, siç ndodh në shumë shtëpi edhe për arsye nga më të ndryshme. Realisht nuk e di se si arrinte t'i kapërcej ato kriza financiare. Megjithatë, një rast të tillë kam të vështirë ta harroj. Ishte një krizë financiare në familje, diçka e papritur dhe e paparashikuar. Atë ditë gjyshja kishte dalë për të bërë pazar dhe atje i kishte humbur portofoli me të gjitha ato pak para që kishim. Kishte mundësi edhe që t'ja kishim vjedhur. Ashtu e përhumbur nga humbja e parave, ajo hyri në shtëpi pa i folur askujt. Vajti te garderoba dhe që andej, nxorri një shumë të vogël parash të cilat i kishte kursyer për ditë të vështira. I mbajti pak në dorë pa u andar syt. Në ato qaste sikur e shija me sytë e mi lumin e mendimeve që vërshonin në kokën e saj, plot thinja e rrudha. Dukej sikur po bënte llogaritë një banke të madhe, ndërkohë që me aq para maksimumi mund të blije një vakt ushqim për një person. Ishte hera e parë që në sytë e gjyshes time pashtlot udhimi dhe poshtjellimi. Pas kësaj, u duk sikur ajo gjeti një zgjidhje të befte dhe të papritur. U kthye nga unë dhe gjithë zell e entuziazëm, më kërkoi ta ndihmoj në atë që kishte ndërmend, por kërkesa e saj realisht mu duk naive. Më kërkoi të dal jashtë dhe të blej 10 vezë edhe një çerek kile thjerza. Në fillim kujtova se do t'i gatuaj për ne, por isha gabuar. Pasi kisha sjell, ajo nisi t'i gatuaj duke shpalosur aftësitë e saj si një kuzhinjere e rafinuar. Aroma e gatimit na ngacmonte. Pasi i ziu dhe vezët, ngrohu edhe disa feta buke, i mbështolli me një letër dhe doli jashtë. U shpërndau disa të varfërve që jetonin në lagje dhe endeshin udhve të pashpresë. Deshu çmenda nga ajo që shija. Jo vetëm që kishte humbur parat, por edhe ato pak të holla që kishte mbajtur më njan, i kishte bler ushqime, i gatoi dhe sapo u shpërndau të varfërve. E gjitha kjo ndërkohë që ne ishim bark bosh atë ditë. Kur u kthye, me sa duket e lexoi valën e zemërimit në sytë e mi, saqë gati sa nuk i thoja. Po mirë, të paktën të na kishe dhënë një vezë të zier. Ajo u afrua dhe duke më përgëdhelur kokën, më tha këto fjalë. Duro pak edhe do ta shohësh vetë. Kaq, as edhe një fjalë më tepër. Ishte pas dite dhe ushtrim të flem pak, sa na kishte zënë gjumi, një trokitur e rëndë e derës na bëri të brofim në këmbë. Hapëm derën edhe pam një djalosh që shiste në pazar. Ai zgjati portofolin gjyshes time dhe i tha: "Ai joti është ky portofolo i nën? Jura që parë, jura para dyqanit ton." Një nga kalimtarët e gjeti, por nuk ju arriti dot, pasi kishit humbur në turmën e njerëzve. Ai na e dorëzoi neve dhe ju përshkroi juve, kurse ne nuk e patëm të vështirë t'u gjenim, pasi i vini e blini gjithmonë tek ne. Nuk kaloi as edhe një orë kur dëgjuam një trokitje tjetër të derës. Ishte një miku i Xhaxhait. Kishte ardhur dhe kishte sjell një borxh që ja kishte marrë Xhaxhait sapo kishte vajtur në emigracion. Atje nuk kishte mundur t'ja kthejë dhe ja solli në shtëpinë e tij në ADD, bashkë me disa ëmbëlsira dhe dhurata për gjyshe. Gjyshja mu afrua dhe më tha: "Oj bi, një kafshat e dhënë largon një gjëm. Sa herë që gjendesh ngushtë edhe në vështirësi, jepi për të ngrënë një fakiri dhe një hallexhiu." Si me shaka, unë i thash: "Mirë më gjyshe, por sikur tu kishe dhënë ndonjë ushqim tjetër, përse pikërisht thjerëzat që më pëlqejnë mua?" Ajo më tha: "Zoti i ka përmendur thjerëzat në Kur'an, pikërisht për vlerat që kanë, edhe unë dua t'u jap njerëzve atë që më pëlqen edhe mua vetë. Jepu njerëzve atë që të pëlqen ty, dhe Zoti të jep atë që i pëlqen atij." Gjyshja ime nuk i dinte përmendësh tekstet e librave të shenjtë që flasin mbi vlerën e mirëbërjes, por ajo dinte t'i zbatoj ato në jetën e saj të përditshme. Ditët e ftohta të dimrit, ajo dilte në rrugë dhe u jepte nga një vezë të zier ushtarëve që kalonin poshtë shtëpisë son.